kom punuar si profesor i gjuhën shqipe në shkollën Sad Mekuli në Cerevik, mbi 3 dekada, tash jam në pension edhe merrem me krijime letrare. Tash po merresh me krijime letrare. Pak pa u ndal tek këtu që po e bën tash. A mundesh më na tregu pak për profesionin tënd, sa e vështirë ka qenë dhe a e pate të vështirë me u shkollu tu e pas parasysh kushtet kanë qenë shumë të rënda në atë kohë? Po duke i pasur parasysh kushtet atëherë, në kushtet e sotme kanë ndryshime të mëdha. Sepse atëherë domethënë një janë kushtet mos themi kështu të jashtëzakonshme, një varfëri e skajshme, në përgjithësi kështu në këto treva. Edhe ka qenë shumë e vështirë domethënë me arrit me kry një fakultet për shembull, mirë po vullneti edhe angazhimi edhe puna arrit çdo gjë. Kur kish vullnet, punon, atëherë nuk është problem me arrit këto probleme. A ka pas rast që ndonjëherë të kanë thonë Fazlin s'bën për me vazhdu me shkollimin se nuk i ke mundësit, Nalo s'ka mundësi mu me vazhdu? Po kanë qenë ato për shembull kur kem bisedu me shok gjeneratat tona për shembull çish do t'ja bëjmë tek do t'ja bëjmë, sepse unë edhe një po domethënë që shkollën fillore kom kryer në Kijev. Ndërsa edhe shkollën e mesme kom kryer në Kijev, shkolla mesme Lojz Gurakuqi ka qenë paralele ndar e gjimnazit Lojz Gurakuqi tek Linës. Edhe fati jor ka qenë që kem pas shkollën shumë afër. Dikon 2 kilometra gjys, 3 kilometra gjys, edhe pse s'ka qenë rrugë të asfaltuar si sot mos flasëm për ato, po me se ka qenë pranë shtepive tona, pranë fshatrave tona, na kanë ndihmuar shumë, se ndoshta me pasen një gjimnaz në një rreth tjetër të azam në një komunë tjetër, e me auto ka 5-16 kilometra, ka qenë shumë vështirë për me arrit me kryer një shkollë të mesme, lemo, studimet. Kështu që na ka bërë sqash fati ta kem shkollën pranë, e kem kryer gjimnazin atko, edhe pastaj me vështirësi, po ja kem dalë që të vazhdojmë edhe studimet në Universitetin e Kosovës në Prishtinë dhe kem arrit që ta përfundoj diplomoj në letërsi dhe gjuhë shqipe. Sa e vështirë ka qenë me u punësu? A ka pas vështirësi gjatë punësimit apo me njëherë pas e more diplomën u punësove? Është pyetje me vend kjo, unë po të tregoj një realitet një të vërtet, unë kom nejt 2 vjet i diplomuar. I pa punësum, po ai bash ajo pyetja jote konkretizohet me këtë që ka po them, për arsye sepse nuk kishte vendet punës as sa duhet. Megjithëse nuk ka pasur diplomon shumë, po o kon pak se o kon që kanë shku ato gjanat, edhe unë kom nejt 2 vite me diplom në shtëpi. Masa ne kom bo hapat e parë dhe jo me njëherë profesionin tem, se kom ushtru me nxënës, po kom dhonë edukat fizike dhe fizik, me gjithë edukatër fizike kom dashur shumë, se i marrë me sport kështu, edhe kom lujt me sport, po edhe i kom përcjell deshjet e sportive, në përgjithësi edhe të venit tonë, po edhe kampionate botnore. Kështu që ma vënd tani kom rënë atë farë profesionin tem gjuhë shqipe, e kështu më radhë. A ke dita ma e lumtur e jetës tonë kur ove në profesionin tënë? Shumë është e lumtur sepse po normal, po normal sepse tash zhvillosh me nxënës është shumë përgjegjësi e madhe, një lanë që nuk e kin profesion, po mu ka dashur me punu bashkë kur me studiuat lanë, se për me dal para nxënës është një përgjegjësi e madhe kush e din. Edhe pse tash nuk e kam pasur në profesion, jo munu me tërë qenën time me përgatit krah nxënësit që para nxënësit me dal që duhet me dal. E atër nuk më ka ardhur vështirë, kur kom pa punën tim, angazhimin tim, që t'jem sa ma afër nxënësve edhe t'i drejtojmë në mënyrë sa ma drejtë, sa ma të mirë.